Të gjithë e njohin si motrat binjake, si në sport, ashtu edhe në studime. 19 vjeçaret Hana e Vesa Beqa janë 2 volejbollistet e dalluara në klubin Prishtina Elit. Asnjë aktivitet ditor nuk I ndan 2 të rejat prishtinase, të cilat thonë se u rritën në frymë sportive nga familjarët e tyre. Unë jam Hana Beqa, I kam 19 vjetë. Tani jam të studiu në shkenca kompjuterike në UBT. Unë volejbol uftrej që 7 vjetë, do më thamë për klasës 8, ta fjem vetë 2 fakultet. Besoj që tjeta që në më të mi thonë dhe për motra jam. Unë jam Vesa Beqa, edhe unë gjithashtu studioj shkenca kompjuterike, edhe mirëm volejbol që 7 vjetë një si Hana. Kemi fillu në këtë ekip Prishtina Elit dhe nuk kemi ndalë, do më thonë të në kohë kemi ushtru në këtë ekip. Mendoj që volejbolli ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme e jetës tonë, për që kemi qenë shumë të reja, na ka pëlqyer shumë si sport edhe mendoj që na ka ndikuar më kona personat që jemi sot. Hana e Vesa thonë se aktivizimi në volejbol pati efekt pozitiv në formimin e tyre si 2 të reja dhe u ndihmoi atyre të kenë shëndet të mirë mendor. Si fillim sporti, na krejt familja jemi sportiste. Dhe mami ka pas shumë qef që na me fillu me uftru volejbol. Si fillim na nuk kena qenë fort të interesume, po tani kur kemi fillu në ekip, e kemi pas ekipin shumë mirë, trajnerin shumë mirë, edhe normal dëshira jo në rrit për me lujt volejbol, edhe prej atëherë fit nuk kemi ndalë. Mendoj që volejbolli për krejt fëmijët është sport shumë I mirë, sidomos për vajzat. Është sport që ndikon shumë edhe në zhvillimin e trupit, edhe mendjes në fëmijë, edhe unë e kisha rekomandu për krejt, sidomos për vajzat. Mendoj që ka ndiku shumë që është edhe vajzat në ekipin tonë kanë qenë vajzat, do më thonë shumë dashamirëse dhe shumë të mira, edhe janë sjellë shumë mirë njëra tjetrën, edhe tash vetë që kemi kriju një marrëdhënie shumë të mirë njëra tjetrën. Ma shumë na bjen me ndajt neve bashkë, se sa me familjarët e tonë, se të ditën të ushtru në stërvitje, mëngjes, ka njerë mramje, po prapë mendoj që jemi si një familje, edhe ja dojmë të mirë njëra tjetrës të gjithat. E vetmja periudhë kur motrat binjake u detyruan të ndaheshin nga aktivitetet e përbashkëta e nga fakulteti, ishte periudha e pandemisë, thonë ato. I kemi ma shumë interesat e njëjta, edhe në shkollë, edhe në fakultet, edhe në gjimnaz kemi qenë bashkë, po besoj që ka koha e Covidit që na ka ra më nda grupet në për shkolla, na patra me qenë grupe ndamas në shkollë, po nuk është që nuk kemi mujt, nuk është që na ka pengu shumë, po se kur jemi këthy prapë kemi qenë bashkë në shpe dhe në stërvitje kemi qenë bashkë, po në ma shumë koma gjata nuk është që na ka ra me ndajt largë nga tjetrës. E gjithë keni ndjesi që diçka është të mungua edhem, po këtë fatmirësisht nuk na ka ra kohë gjatë me qenë largë njëna tjetrës edhe ato kohë që jemi bashkë normal doket adin si me qenë vetë, adin se kjo ka qenë gjithë me mu. Kur jemi ndamas, më doke që ka mungën diçka. Sportistat mund mësohen shumë letë me menagju kohën, mase kemi kohën e ndonë për se cilin sen, kemi kohën e ndonë për fakultet, për ushtrime, për arktim, do me thonë, na prej fillimi ditës e dim qa kemi bo të nditën, nuk që me thonë nështa bëj këta, nështa këta, po e kemi kejtë me orë të caktume, edhe mendoj që qaj është kryesore se mundemi me arrit krejt, mundemi me nejt me familje, me dalë me foqa, me ardhë volejbol, me mësu, me shku fakultet, edhe ndoshta edhe ma shumë se ata që nuk I ndjekin këto sporte, edhe për mu edhe për motrën tem nuk ka ndiku fare, ndoshta veç na ka ndimu ma shumë për më bo studente ma të mira. Synimin për të qenë në kombëtaren e Kosovës, volejbollistet prishtinase e realizuan. Këtë e konsiderojnë një rezultat në angazhimin e tyre sportiv. Mendoj që kemi punu shumë, 7 vite nuk janë pak, kemi ushtru çdo ditë, nuk kemi mungu as një servitje gati, shumë rallë, as për najt ditëlindje, as për kur gjë, do me thonë, kemi punu shumë edhe mendoj që kjo tregon edhe në arritjet tona, tash kemi arrit me u shpall kampion vjeshtore edhe me ekipin tonë para një jave në Superligën B, edhe normal synimi jonë është për me hedhë në Superligën A, pse edhe jo me pas arritje edhe atje, gjithashtu jemi pjesë të kombëtarës të Kosovës, kam qenë pjesë të kombëtarës të Kosovës U20 edhe
unë se një, por edhe normal që secili person, secili sportist ka qef me përfasu shtetin, edhe është një arritje shumë e madhe për cilën jemi shumë krenare. Besoj që na prej që kur kemi fillu volejbolin edhe kemi pa qika të mëdha të lujt, na gjithë kemi thonë a mundëm na njëherë me lujt si këto edhe mendoj që është arritje shumë e madhe kur e fë vetën ose motrën tam të lujt edhe i fë qika të vogla të ardhën a këshur neve edhe me thonë sa mirë keni lujt për mu që kjo është arritja ma e madhe se one njëherë na kena qenë ato qika që na s'kumi pa edhe edhe në kemi pretendu që mu bo që ato lojtaret, me lujt me një ekip që ka është mirë, me lujt në finale, mu shpall kampion, ato e ndjesi që krejt lojtaret kanë qef mi përjetu edhe na jemi shumë e fatë që i përjetojmë së të masë në këtë ekip. Për përmbushje shpirtërore e një shëndet të mirë fizike mentor, dy të rejat Beqa i drejtohen moshatarëve të tyre me një thirrje për aktivizim në sportet të ndryshme. Unë kisha rekomandu gjitha moshatarëve të mia që me fillu një sport. Unë kisha shpresu që volejbolin, unë besoj që krejt sportet janë shumë të rëndësishme, sidomos shëndetin fizik, por kryesisht edhe në shëndetin mental. Mendoj që është shumë rëndësishme që me pas një hobi që mas një ditë gjatë me mujt me u relaksu edhe mu knaq, sidomos me një ekip ku ka plot qika tjera edhe mundin me kryu edhe fëshni, edhe mendoj që është pjesë shumë e rëndësishme jetës tem edhe do të ishte pjesë shumë e rëndësishme edhe jetës ju.